kuadër të këtij memorandumi janë lehtësimi edhe gjetja e mënyrave të bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Fushë Kosovës dhe Korporatës Energjetike të Kosovës, duke u bazuar që përgjegjësia sociale që ka KEK-u ndaj banorëve të Fushë Kosovës, rrethinës cila dëmtohet nga veprimtaria e KEK-ut, është domosdoshme edhe nevojshme që edhe KEK-u të bëj disa investime në mënyrë që t'i kthehet një dëm që i shkaktohet t'i kthehet në të mira materiale duke investuar në projekte kapitale, po shpresojmë shumë që në këto projekte kapitale kemi me pas mbështetje të vazhdueshme nga Korporata Energjetike e KEK-ut e Korporata Energjetike e Kosovës. Një memorandum i tillë është dashur tjeti nënshkruar para disa viteve, por një vullnet i tillë nuk ka ekzistuar të kaluamën. Ne e nënshkruam një memorandum të mirëkuptimit me Komunën e Fushë Kosovës, i cili është dashur të jetë i nënshkruar shumë më parë, mirë tash u plotësuan kushtet dhe e nënshkruam një gjë të tillë, dhe të bëjmë një koordinim dhe bashkëpunim institucional, kryesisht që lidhet me çështje administrative, lehtësime administrative për Korporatën Energjetike të Kosovës, si dhe përkrahje nga KEK-u për komunitetin e Fushë Kosovës, sepse ne operacionet tona i kemi edhe në Komunën e Fushë Kosovës dhe kemi përgjegjësinë sociale që të ndihmojmë qytetarët e saj.